Duke marrë shkas nga ngjarja e fundit e ndodhur në Devol, ku një 32 vjeçar u mor me forcë nga banesa për motive të dobta, u mbajt për disa orë, si dhe ndaj tij u ushtrua dhunë fizike dhe u kanos për jetën, dhe pas një analize të kryer në lidhje me veprimet dhe menaxhimin e situatës, rezultoi se zinxhiri drejtues i Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë nuk po përmbush detyrimet ligjore dhe nuk ka menaxhuar siç duhet situatën, duke sjellë pasojën në fthyerjen e imazhit të policisë në komunitet. Për sa më tepër, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, ka vendosur shkarkimin nga detyrat të drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë, drejtues Eriona Ahmeti, pezullim nga detyrat të zëvendës drejtorit për hetimin e krimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë, drejtues Hajri Kushe, deri në përfundimin e hetimit disiplinor. Ndërkohë, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm, bazuar në nenin 121 të ligjit për Policinë e Shtetit, ka nisur hetimin disiplinor për gjithë zinxhirin drejtues të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë dhe Komisariatit të Policisë Devol për mospërmbushje të detyrave të cilat kanë sjellë pasoja të rënda. Po me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, deri në përfundim të konkursit për drejtor vendor, është caktuar përkohësisht në detyrën e drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë drejtues Islor Islami, i cili deri sot mbante detyrën e drejtorit të Drejtorisë Vendore për kufirin dhe migracionin Kukës. Policia e Shtetit siguron qytetarët se analizon me përgjegjësi çdo rast të mosveprimit profesional dhe në përputhje me ligjin nga punonjësit e saj, duke marrë masa ndëshkimore bazuar në ligjin për Policinë e Shtetit dhe në rregulloren e policisë.